5 kilometër rrugë nga Shiroka deri në kufirin me malin e Zi penalizojnë zhvillimin e turizmit si dhe ekonominë e 50 familjeve që jetojnë në lagjen Zogaj të qytetit të Shkodrës. Për të mbërritur në këtë pikë turistike shumë të pëlqyer nga turistët, duhet të kalosh përmes rrugës gjarpëruese dhe një kalimshe. Autobuset e linjave turistike kanë të pamundur të mbërrinë në Zogaj, ndërsa sipas banorëve, kjo u largon një shifër të madhe të ardhurash që mund të vinin nga turizmi. Automjetet e kanë të vështirë kalimin, pavarësisht se aksi është i gjithë i asfaltuar. Në disa raste, gurët që grumbullohen në rrugë dhe nga ana tjetër shkurret kanë bllokuar edhe fushpamjen gjatë udhëtimit për në Zogaj. Rruga e ngushtë ka rritur gjithashtu edhe rrezikun e aksidenteve rrugore. Në shumë raste, automjetet të shumta janë përfshirë në aksidente rrugore me pasoja të lehta. I fundit ishte aksidenti një ditë më parë ku një automjet ra 20 metër poshtë rrugës. Mundësitë e zhvillimit turistik në Zogaj janë të mëdha, por vetëm 5 kilometër rrugë një kalimshe që lidhin Shirokën me këtë lagje të qytetit penalizojnë zhvillimin e turizmit. Gjatë gjithë shekullit të kaluar, lagja turistike Zogaj është njohur për bukuritë e shumta natyrore dhe vazhdimisht ka tërhequr mijëra turistë. Aktualisht, një pjesë e madhe që i drejtohen Zogajve me autobus e kanë të vështirë të mbërrinë deri në destinacion.